Faleminderit zoti kryetar. Me përkliqjen që po diskutojmë sot, do vendosim nëse do ta taksojmë njësoj bukën me parfumin luksoz, nëse do ta taksojmë njësoj kosin me bijuterit që shumë prej kolegëve të nderuar mbajnë në përduar. Kaq e thjeshtë është, si do ta kthejmë ta rrotullojmë argumentin prap këtu vim. Për ata që na ndjekin, do doja të shpjegoja se çfarë është tatimi i vlerën e shtuar që aplikohet sot në Republikën e Shqipërisë. TVSH-ja e aplikuar kështu siç aplikohet sot, siç bën kjo parti pra, që është në pushtet, që vetë quhet socialiste, që vetë quhet parti e majt, pra e aplikuar uniformisht në masën 20% përthuajse të gjitha mallrat e konsumit, jo vetëm që nuk është një taksë progresive, por ajo nuk është as taksë e sheshtë. TVSH-ja sot në Shqipëri është taksë regresive, sepse rëndon më shumë të shtresat më të varfra në shoqëri. Më të varfrat janë ata të cilët në fund të muajit nuk e heqin dot 1 lek mënjan, sepse i shpenzojnë të gjitha të ardhurat për konsumin ditor, pra për ushqim dhe për veshmbathje. Rrjedhimisht 20% të ardhurave të tyre i merr shteti përmes TVSH-s. Sa herë blejnë bukë, sa herë blejnë kos, ata blejnë 20% më shtrenjtë se sa po të mos kishte TVSH. Kush hyn në këto kategori? Po, pensionistët për shembull që 108.000 lek pension nuk mjafton as për të ngrënë, lere për të hequr 1 lek mënjan. Ata që jetojnë me ndihmë ekonomike, të sëmurët, invalidët, studentët që punojnë me kohë pjesshme, punëtorët me pagë minimale, punëtorët e fasonerive, sanitaret. Me pak fjalë, kush punon për të jetuar e për fat keq edhe jeton për të punuar, 1/5 ose 20% të ardhurave të tyre ja kalon kësaj qeverie përmes TVSH-s pra. Se çfarë bën me këto para pastaj kjo qeveri është një muhabet tjetër. Ktu tha edhe se bizneset e vogla ushqimore janë përjashtuar nga TVSH-ja, po edhe bizneset e vogla ushqimore furnizohen tek grosistët, të cilët paguajnë TVSH, rrjedhimisht çmimi i produkteve ushqimore shkon prap tek ai fukaraj që blen kosin pra. Dikush më thotë se edhe pasanikët ushqehen. Po është e vërtetë se edhe pasanikët ushqehen, vetë se përqindja e ardhurave të tyre që shkon për ushqim e për veshmbathje, sado që ta hanë gjellë pasanikësh e të vishen me rroba fisnikësh, nuk krahasohet fare me 20% që duhet paguajnë më të varfrit. Sa më të pasur të jenë, aq më e vogël është kjo përqindje, sepse Zoti a natyra na ka bërë gjithë me 1 stomak, me 2 duar, me 2 këmbë e kështu me radhë. Megjithatë ka edhe përjashtime nga ky rast, sepse qeveria shqiptare ka edhe kategori të cilat i ka fort për zemër. Për shembull, nga kjo bare rënd për të varfrit përjashtohen hotelet me 4 dhe me 5 yje, siç u tha edhe më parë, që prej vitit 2019, që kanë TVSH-n vetëm 6%. Me pak fjalë, oligarkët që zaptojnë tokat e atyre fshatarëve që janë pronar legjitim dhe zaptojnë plazhet e atyre që zbresin nga mali për të ngulur çadrat. Përjashtohen nga TVSH-ja të ashtu quajturit investitor strategjik, me fjalë të tjera gazetorët e oborit të sultanit, pronarët e medjave që janë edhe pronar firmash ndërtimi, burrat e deputeteve dhe baxhanakët e grave, oligarkët që financojnë fushatat elektorale të Edi Ramës, të Erion Veliajt, të Belinda Ballukut, ushtarët e bindur, siç i quhen ajo në dosjen hetimore. Ata nuk paguajnë TVSH. Kush tjetër? Ja për shembull, ata që importojnë jahte, dhe është interesante të citoj ligjin. Ligji thotë përjashtohet nga TVSH importimi i jahteve dhe mjeteve të tjera ujore që përdoren për qëllime turistike, kënaqësie dhe argëtimi, thotë. Ku ka më mirë se sa të mos paguajnë TVSH, ata që merren me tregtinë e mjeteve ujore që kënaqin dhe argëtojnë pushtetarët tanë dhe oligarkët e tyre që janë miq pra. Fakti është që kjo qeveri i bazon 32% të ardhurave buxhetore pikërisht te taksa regresive e TVSH-s, me të cilën takson fukarën e këtij vendi, ndërkohë që pesha mesatare e TVSH-s në të ardhurat buxhetore të vendeve të OECD-s është vetëm 20%, sepse një ekonomi si e jona, që është tejet informale e spekulative, është tejet e papambetur dhe pa zhvilluar në forma komplekse të zinxhirit të prodhimit që rrisin vlerën e shtuar, që bëjnë të mundur
që do bëndet mundur pra taksimin e kapitalit, nuk ka veçse të tatoj TVSH-n. Këtu ngrit edhe argumenti se ulja TVSH-s favorizon vetëm një grush tregtarësh, u tha. Në programin politik të Lëvizjes Bashk ne kemi propozuar rimbursimin e TVSH-s për kategoritë në nevojë, si për pensionet e ulta dhe mesatare, për përfituesit e ndihmës sociale dhe atyre me aftësi të kufizuar, për fermerët dhe për blegtorët. Pra, mënyra për të ndihmuar shtresat në nevojë ka sa të duash dhe mënyra për të justifikuar, si thuaç, barën që u bie atyre, ka po prapë sa të duash. Sidoqoftë, unë do ta votoj këtë projekt ligj që propozon uljen e TVSH-s për ushqimet e shportës, pikërisht sepse argumentet këtu për atë që kanë bërë edhe vendet e rajonit dhe të Evropës ushtruan edhe nga kolegët e opozitës. Taksa, ashtu si ligji, është në çik si ai shkopi në dorën e Maliqit, varet se kujt i merren taksat dhe kujt i falen. Prandaj presim të dëgjojmë nga kjo qeveri se pse ka zgjedhur të marrë 20% të ardhurave më të varfërve për të shpenzuar pastaj këto të ardhura si subvencione për pasanikët që përjashtohen nga këto taksa. Këtë presim të dëgjojmë sot nga Partia Socialiste, nga Partia e socializmit për më të pasurit dhe e kapitalizmit barbar për më të varfrit. Faleminderit.